Ishte sinqert Rozana në Big Brother që kur hyre ti më pas, edhe sa ishte i sinqert raporti Rozanës edhe Laertit, edhe pse atë Nikola Gjufka në TikTok kur banorët ishin brenda publikoi që ato të dy njiheshin shumë kohë më herët dhe kishin një afrimitet shumë të madh. Si e vlerëson ty se Rozana dhe Laerti përzjodhen që në Big Brother të mos e tregojnë këtë afrimitetin? Ishte një mundësi që ato të shkojnë drejt finales edhe kushdo që ta fitonte ishte i fituar, ishte strategji e tyre, apo thjesht kishin përzgjedhur që të nxjerrin të dy veten e tyre pa u ndikuar publiku me njohjen apo pa i ndikuar njerëzit që ato i kanë afër për të votuar? Po, të kuptoj. Është diçka që nuk e di personalisht pse shfaqi kaq shumë interes tek publiku, por edhe tek banorët, që nga momenti që kishte përfolje ndaj faktit që ata mund të njihen jashtë shtëpisë. Po edhe tani kur ti ke hyrë aty në shtëpinë e vllait madh, nuk e hyr as me partnerin, nuk e hyr as me miqtë tu, nuk e hyr as me motrën, as me vllain, as me shokun tat të ngushtë, ama absolutisht asnjëri. Ke hyr si Bernard, ke hyr si Rozana, ke hyr si Laert, etj. Dhe ato do ndjekësh deri në fund. Por fakti që Rozana dhe Laerti shkonin mirë, por kishte edhe momente që kishin debate me njëri tjetrin. Nuk do të thotë sepse këto ishin krijuar pikërisht për faktin se ata njihen nga jashtë. Janë dy gjëra që nuk mund t'i lidhësh dot me njëri tjetrin, sepse nuk përfiton absolutisht asnjë gjë nga kjo, ti lidhesh të dyja bashkë, as si lojtar, po as si spektator, as si publiku dhe as si një banor tjetër. Dhe këtë analizë bëra në momentin kur u përplasa për herë të parë në lidhje me faktin që këto mund të njihen nga jashtë. Sepse thash, okay, pse më intereson nuk kjo gjë? Këtë nuk është se janë duke u kapur dorë për dorë gjatë gjithë kohës në shtëpinë e vllait madh, mbrojnë njëri tjetrin, respektojnë njëri tjetrin, kanë sikurse debatet forta apo diskutime shumë të rëndësishme si për publikun dhe si për banorët aty, shkojnë mirë me njëri tjetrin, respektojnë njëri tjetrin. Këto janë ato gjëra që ty të interesojnë edhe ti duhet të dish, sepse të njëjtën gjë që Rozana kishte me Laertin, Rozana kishte edhe me mua. Unë personalisht nga ana tjetër njihja vetëm Rozanën nga disa këngë të viteve më parë, po ashtu edhe Gilin. Nuk është se kam pas ndonjë marrëdhënie me Rozanën ose me Gilin jashtë shtëpie, 27 vite mërkim, kam pasur atë shkëputjen nga mediat, jo totale, sepse kam ndjekur me shumë vëmendje, po e kam pas atë shkëputje nga mediat shqiptare dhe e njihja vetëm si figura, jo si persona. Dhe Rozana mu ka pas dukur gjithmonë një luaneshe vërtet, një person tepër i vërtet, një person shumë i drejt për drejt, gjë që cilën unë respektoj pa mas tek njerëzit, pa mas, dhe ishte diçka kimike, ishte diçka që më tërhoqi që nga momenti i parë, jo për faktin që kisha parë disa këngë të Rozanës më përpara, ose se dija që Rozana kishte prejardhjen që ka. Ishte thjesht një kimi organike që ndodhe që nga momenti i parë dhe që u riforcua në atë që Rozana mua më fali dhe me sa kuptoj edhe sot e kësaj dite në atë që unë i fala Rozanës. Por në asnjë mënyrë nuk duhet mendohet që arsyeja që Rozana dhe Laerti në këtë rast ishin finalist, ishte fakti që ata njihen nga jashtë, sepse me thënë të drejtën, disa debate, edhe sikur ja bëjmë qefin publikut, atij përqindjet publikut që mendon që kanë qenë të stisura, edhe sikur të ishin të stisura, kaluan në disa grada që vetëm një mik i vërtet t'i falë nëse ata kanë qenë të vërteta. Kjo do të thotë që debatet e kryuara në shtëpinë e vllait madh ndërmjet Rozanës dhe Laertit kanë qenë shumë organike, kanë qenë të momentit, kanë qenë të kohës, nuk kanë qenë të stisura, sepse nuk janë diçka që ty të ndihmojnë ose që ty të çojnë
në finale. Ata kanë qenë të njohur për jashtë edhe për mu është thjesht vetëm ajo, asgjë tjetër. Dhe Rozana ka provuar dhe ka dhënë ato provat e veta në lidhje me shumë banor që të njëjtën gjë që bëri me Laertin e ka bërë edhe me të tjerë, duke përfshirë edhe veten time. Kur nuk mund ta mendoja dot të isha në një pikë me Rozanën që të bëja disa debate siç Rozana ka bërë me Laertin, por kjo nuk ndodhi ose mbase nuk do ndodhte kurrë, sepse unë jam Bernardi dhe Laerti është Laerti.